Bashkia e Shkodrës ka zbritur në terren për të monitoruar situatën e krijuar nga rreshtet gjatë 24 orëve të fundit. Në një konferencë për mediat, nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës, Arben Xhuraj, ka bërë një rezume të situatës së krijuar në Shkodër. Nuk kemi pas probleme, as nuk ka probleme në institucionet arsimore, siç janë shkollat. Atje gjithçka vazhdon normalisht, ndërsa furnizimi me energji elektrike pas ndërprerjes disa orë që ka pas që nga ora 3 e natës kaluar, është kthyer tashmë furnizimi, ka në disa pjesë qytetit, po dhe njësi administrative ka shkputje, por pjesa më e madhe e shkputjeve ndodh, sipas deklaratave që edhe kolegë apo informacionet që kolegë na kanë dhënë, ndodh për shkak edhe të punëve që bëhen për rekonstruksione apo avarit ndryshme që ka në sistemin e furnizimit të energjisë. Ka pas disa raste ku ka pas edhe depërtim të ujrave në garazhet, le themi, të shtëpive të banimit. Asnjë familje nuk ka qenë e nevojshme të evakuohet apo për shkak se nuk ka pas depërtim në ambientet ku jetohet, por në garazhe ka pas në disa lagje, ka pas efekte të tilla. Edhe kjo ka ardhur më tepër edhe për intensitetin e lartë të rreshtë, po dhe për mungesën e kanalizimeve. Bashkia e Shkodrës, Drejtoria e Planifikimit dhe gjitha drejtoritë tjera janë duke punuar për të planifikuar ndërhyrjen në gjitha lagjet e qytetit, pavarësisht se nevojat duhet të them se janë jashtëzakonisht të mëdha, ndërkohë mundësitë janë të tilla që na detyrojnë të bëjmë prioritete ku do të ndërhyjet fazë pas faze në gjitha lagjet që kanë problemet më të mëdha. I pyetur nëse ka një rrezik përmbytjesh për shkak të hapjes së portave të hidrocentraleve, Xhuraj shpreh se momentalisht gjendja nuk paraqet asnjë rrezik. Pavarësisht problemeve të vogla, e konsiderojmë situatën nën kontroll dhe pa probleme apo rreziqe të mundshme për shkaktuar, le të themi, përmbytje. Megjithëse, në territoret rurale, një pjesë toka bujqësore vazhdojnë me kenë efektin e fortë, ndoshta edhe të muluar nga uji, por gjithsesi është, le të themi, edhe rreshjet e përsëri, po dhe mungesa apo funksionimi si duhet i kanaleve kulluese. Bashkia e Shkodrës u përfshi nga rreshtet shumta gjatë 48 orëve të fundit, të cilat shkaktuan dëme pranë nën stacionit elektrik në Draçin, përfshin në ujë disa lagje të Shkodrës, ndërkohë që disa hektar janë nën prezencën e ujit në zonën e Nën Shkodrës.